Ka nisur ndërtimi i pritës malore në fshatin Kolsh, një investim i Bashkisë Lezhë që synon të zgjidhë një nga problematikat më të hershme të zonës, ato të përmbytjeve gjatë periudhave merreshje intensive. Kryetari i Bashkisë Pirin Dreu ka inspektuar nga afër punimet, duke theksuar se kjo ndërhyrje do të përmirësojë ndjeshëm situatën, duke shmangur vërshimin e ujrave drejt shkollës dhe banesave të zonës. Sipas tij, ndërtimi i pritës malore do të krijojë një sistem më efikas për menaxhimin e ujrave, duke reduktuar rrezikun e përmbytjeve dhe dëmeve që ato shkaktojnë çdo herë gjatë rreshjeve të dendura. Ne jemi këtu në Kolsh, ku ne po investojmë me emergjencat një prit malore, e cila neutralizon një situatë të rrezikshme, e cila agravohej për shkak të rreshjeve dhe ardhjes së prurë nga sipër dhe prurët pastaj shkoshin në shkollë dhe në rrezikoshin disa banesa. Kjo ndërhyrje është domosdoshme dhe ne pikërisht jemi këtu sot për pa punimet që po ecin me ritme të këndshme dhe mendoj se kemi zgjidhur një problem të rëndësishëm në këtë zonë për të parandaluar ngjarje të pakëndshme për shkak të rreshjeve. Ndërhyrja vlerësohet si një investim i rëndësishëm për komunitetin e Kolshit, pasi përveç mbrojtjes së infrastrukturës publike dhe pronave private, do të garantojë edhe më shumë siguri për nxënësit dhe banorët, që përballen shpesh me vështirësi gjatë motit të keq. Zotën 4 herë ujë kështin ka hin. 4 herë me kova të që. Çiko kam shtin çtë mund fund. Bashkia e Lezhë ka bërë të ditur se investimet në infrastrukturën mbrojtëse dhe kulluese do të vijojnë edhe në zona të tjera të njësive administrative, me synim parandalimin e përmbytjeve dhe rritjen e sigurisë për banorët.